6 yjet e mëdhenj që nuk do t'i shohim në Kupën e Botës 2026. Ëndra e Kupës së Botës 2026 u mbyll përfundimisht të martën mbrëma për disa nga yjet më të mëdhenj të futbollit. Robert Lewandowski u eliminua me Polonin, ndoshta fundi një epoke për një nga golashenuesit më të mirë të brezit të tij. Gianluigi Donnarumma mbetet sërish jashtë pasi heroi Euro 2020 nuk arriti të shpëtojë Italinë nga një tjetër zhgënjim i madh. Victor Osimhen dështon në momentin vendimtar, një sezon fantastik në klub, por pa shpërblim me kombëtarën e Nigerisë. Dominik Szoboszlai u eliminua me një fund dramatik. Hungaria humb gjithçka në sekondat e fundit ndaj Republikës së Irlandës. Kvicha Kvaratskhelia nuk arrin të bëjë mrekullinë. Talenti i madh mbetet jashtë pas një fushate të dobët të Gjeorgjisë në kualifikime. Serhii Girassi ndalet herët, golat e tij nuk mjaftuan për të quar Guinea në botror. Yje të mëdhenj, mungesë e madhe për turneun, por kush do të mungojë më shumë në botror? Mendimin tuaj jepni në hapësirën për komente.